tash, po them edhe njëherë që për neve kanë qenë veprime të pakuptimta, kanë qenë, si me thënë, arsye të cilat janë dhënë nga opozita për të mbajtur të bllokuar kuvendin dhe për të mos e votuar qeverinë, kanë qenë arsye të paqëndrueshme. Besoj se qytetarët e Republikës Kosovës gjatë kësaj periudhe e kanë parë që në momentin kur përvarësh qoftë edhe nga një deputet e një partie tjetër politike, kërkesat po janë në shpërputhje me fuqinë politike të tyre. Për shembull, ju e dini që ne kemi pasur përpjekje maksimale që të bëjmë koalicion me LDK-n. Këtë e kishim në një kohë, ju e dini që ne kemi qenë bashkë në një koalicion, donse shkurt, por megjithatë kemi qenë bashkë. Dhe si partner të parë kemi pa LDK-n. Por edhe për kundër ftesave që kryeministri Kurti, kryetari Joni kishte bërë në drejtim të LDK-s, ne kishim marrë përgjigje refuzuese. Pra, ata as nuk pranonin që të uleshin në tavolinë dhe të diskutonin për një partneritet të mundshëm. Kemi qenë në vazhdimsi në diskutime me Nismën për ta pas si partner, por si që dini, zoti Limaj nuk heqte dorë nga kryetari i kuvendit. Prandaj edhe për neve kjo ka qenë kërkesë parësyeshme në shpërputhje me fuqinë politike. Tani situata është e qartë, edhe nëse i ke dëgjuar edhe subjektet politike. Për mua është e çuditshme se si flasin edhe në fushata zgjedhore, nuk është që kam pasur shumë mundësit që t'i përcjell dorën në zemër, por megjithatë pjesë nga intervistat e tyre në portale. Domethënë thonë që duhet të bëhemi të gjithë bashkë kundrejt lëvizjes vetvendosje. Pra, qëllimi i tyre është që vetvendosje të mos arrijë që t'i marrë shumicën e, si më thënë, 50+, për shkak se ju e dini që edhe në zgjedhjet e nënshkurtit synimi jon ka qenë 500.000 zemra, pra 500.000 vota të qytetarëve të Republikës Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur për disa arsye, ndonse ka qenë rezultat shumë i mirë, por megjithatë ishte e pamundshme që ta bëjmë qeverinë. Por tash synimi jon është që takimet që i kemi me qytetarë të shumta, unë sot po vi nga shumë takime që i kisha në Ferizaj, pra qëllimi është që të fitojmë edhe më shumë se sa në zgjedhjet e nënshkurtit, jo pse lëvizja vetvendosje dëshiron të qeverisë vetme, por sepse po kthehem te ajo që thash, në momentin kur po varesh nga subjekte tjera politike, kërkesat po janë në shpërputhje me fuqinë politike të tyre. Prandaj shtrohet pyetja që kush jemi ne që t'u japim më shumë atyre kur atyre nuk ju ka dhënë populli. Prandaj unë jam shumë optimiste për rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, sepse duke hapur që qytetarët e Republikës Kosovës e kanë parë, domethënë e kanë lexuar situatën në të cilën jemi përballë gjatë gjithë kësaj kohe, dhe jam shumë e bindur që edhe për shkak të punëve të mira që i kemi bërë, edhe për shkak, po tash flasim, për shembull, unë kam qenë ministre e drejtësisë dhe tash para se marr në këtë studio, besoj e keni parë që kryeministri Kurti e ka bërë publik edhe një vendim për mbështetje për fëmijët dhe pensionistët. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në Republikën e Kosovës. Domethënë për herë të parë, tash është viti i tretë me radhë, por për herë të parë në momentin kur ne jemi në qeverisje, kemi filluar me mbështetje për fëmijët, për pensionistët, për nënat lehona. Pra, asnjëherë në Republikën e Kosovës, qeveria nuk e ka pasur vëmendjen tek kategoritë që janë më të ndjeshme. Për shembull, kur ne kemi marrë detyrën, buxheti ka qenë 2.4 miliard, ne kemi arritur që ta bëjmë këtë buxhet 4 miliard, por problemi është që ne kishim seancën e fundit, para se ta shpërndante presidenti